Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 10 janar 2026, duket se u plotësua 10 ditë i parë i muajit janar. Duket se kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme ku kemi shumë ndikime planetare, kemi mundësi dhe rëndësi që të shikojmë çfarë ndodh brenda kuintave dhe jashtë tyre. Kemi këtë ditë ku dielli në Bricap që formon një kënd me Jupiterin, një kënd që mund të sjellë shumë shanse të mira, apo dhe mundësi që kërkojnë kujdes ndaj egzagerimeve dhe një prirje drejt ndryshimeve dhe ndikimeve. Bricapët, Demi, Virgjëresha, Gaforia, Akrepët, Peshqit, të lindurit dhe Diçit të tretë ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me takimet dhe favorizimet. Në orën 9:30, Marsi formon një kënd mjaft pozitiv, siç dielli me Bricapin, një kënd që me këtë kënd duket se tregon kujdes nga pakujdesia, gjykimi i gabuar dhe i rrezikshëm. Optimizmi i tepërt nuk sjell dobi. Ndikon shumë i vëmendje të shtuar, ka të bëjnë shumë Dashi, Gaforia, Peshoria, Bricapi dhe ata që kanë shenja apo planete në këto shenja. Ndikimet janë shumë të mëdha nga ora 12 deri në orën 17:30. Kërkohet vëmendje, ju bëni si doje para zemrës tuaj, unë kam drejt ju them, sepse momentet dhe mundësit, koha dhe vendimet që merren, sepse ditë e shtunë ju e dini se është një ditë pushimi dhe ngadonjëherë nxehemi gabimisht, por për sa i përket mundësive dhe gjërave që kanë të bëjnë me çështje të rëndësishme, është periudha dhe momenti, dhe kjo do thotë që vërtet nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjëra të tilla. Por para se të fillojmë parashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkimin e parashkimit të detyruar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja ro shkon atje. Atje ndodh sekretaria për ju ndihmuar për çështjet që kërkoni, për paketat që Astrologo.al ofron dhe duke bler paketën tuaj, ato që juve intereson më tepër dhe duke parë se çfarë doni të dini mbi gjithçka, duke bler paketën që keni darë mendjen që këtë paketë do blej dhe kjo mua më përshtatet, atëherë siç e shikoni atje, do flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni pikërisht të dërgoni një mesazh, por këtë mesazh si ta dërgoni dhe ku ta dërgoni. Atëherë, duke na bërë subscribe tek pikërisht është ky butoni që shikoni këtu, ja pra, ku të shikoni këtë butonin këtu, tek ai buton, duke na bërë subscribe, duke ndjekur të gjithë hapat që shikoni, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe për marrë drejt për së drejti përgjigjen. Por juve që doni që në kohën që keni një problem, qoftë ditor, me orë një mbasdite paradite, atëherë kemi butonin tjetër që thot, ja pra e shikoni këtu, pikërisht këtu është membership. Membership i them unë, se thotë ndryshe, ju e kuptoni që jeni jashtë Shqipërisë, po këtu që janë në Shqipëri është membership. Ja është ky butoni këtu. E klikoni dhe jeni direkt me stafin ton, pra pikërisht këtu jeni me stafin, që mund të dërgoj mesazhin dhe të shikoni për çfarë interesoni direkt në adresën ton dhe merrni përgjigjen në emailin tuaj. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, duket se ka një ndikim mjaft pozitiv në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me mundësitë që jepen. Është koha, momenti, periudha që juve mund të keni ndikime pozitive, mundësi të arta në gjëra të mëdha. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetar, kanë të bëjnë me luan, është idealja. Por nëse keni me peshore të Diçit të dytë, pregatituni, sepse dashuria nuk ka kufi. Dashuria është zjuarësi. Dashuria është ndikim dhe mundësi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Demi nga vetë struktura, natyra, ka një vriklokun brenda, por njëkohësisht ka dhe suksesin. Ajo që lidhet shumë, nëse ta marrim në një farë mënyre, ka një
ndikim shumë të mirë mbi pozicionimin e planeteve, mbi mundësinë që i jepet, mbi kohën që ndodhin fenomenet, por gjithashtu ka të bëjë me ndryshime të njëpasnjëshme ekonomike dhe planet për të ardhmen. Dhe kjo një e ardhmje e afërt në bazë të studimeve dhe gjërave që keni të bëni me punën dhe karrierën. Një lajm shumë i mirë dhe bisedime. Është koha juaj më e mirë e mundshme për ta realizuar. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, jeni pak fajtor, sepse me akrep mund të ishte mundësia, por me ujor është vetë lumturia. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se kanë mundësinë, është shumë e rëndësishme, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim që juve keni mundësinë edhe shenjat e ajrit kanë sekretin e gjës. Nuk janë fare, hajde se po flasim edhe po nxjerrim përfundim dhe mirupafshim. Po flasim, por e shikojmë dhe pastaj flasim. Pra ndikimet dhe kanë bëjë shumë në lidhje me punën, lidhje me karrierën. Dhe diçitere sidomos ka një ndikim shumë të madh dhe shumë pozitiv. Në çështje që lidhen me dashurinë, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë në këtë aspekt, binjakët kanë të bëjnë me peshore, kanë të bëjnë me dash, por me shigjetar është diçka tjetër. Po, diçka që djeg. Por ju pëlqen djegja. Sidomos specat kinez. E keni për shije edhe për dimër, se është dimër, për të ftohtin. Shkojmë tek shenja e radhës, do të thotë shenja e gaforeve. Çfarë ndodh me gaforet? Gaforet duket se sado që lodhen, mërziten, bëjnë me vështirësi gjërat, e keni parë dhe vetë në kohën e dur, momentin e dur, gjithçka ndodh, po kjo periudhë, ky moment, kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme. Zakonisht ditë e shtunë nuk ka një diçka që mund të themi se hajde se po e mbyllim shpejt e shpejt edhe jemi gati për të bërë gjëra të mëdha, për të bërë gjëra që neve na pëlqejnë. Jo. Është momenti, është koha, është vendimi që merret në kohën e dur. Vendimi që merret për realizimin e çështjeve të punës dhe të karrierës. Por njëkohësisht ka edhe diçka tjetër që vërtet është mundësia dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Pikërisht kjo ditë është e juaja. Shfrytëzojnë në maksimum për arritjet financiare, ekonomike, për arritjet e ndryshimeve, gjërave të mëdha, që juve i keni mundësitë dhe jo vetëm, sepse është koha, është periudha sidomos, nuk ka dyshim që mund të jetë e realizueshme dhe e kuptueshme. Në çështjet e dashurisë duket se lidhjet që kanë të bëjnë me akrep dhe me dash duket e bara. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenja mundësie, rëndësie dhe periudhat kur ndodhin fenomenet. Shenjë zjarri, nuk diskutohet që janë luanët. Luanë të dashur, nëse keni mundësinë ose doni të bëni diçka rreth kohës, rreth periudhës që ndodhin gjërat, është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për sa i përket çështjeve dhe ndikimeve të mëdha që kanë të bëjnë, dhe momentet janë të mira, sepse sidomos në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, një takim i rëndësishëm, por një kujdes të veçantë luanët për ata që janë me grada. Do të kenë kujdes, bisedojeni sot. Dhe ju lutem shumë sepse keni mundësinë, duhet apo s'duhet, është bërë një gabim. Ndreheni tani që është koha, sepse të gjithë ikin. Të gjithë largohen pa zhurmë. Dhe pesha ju bie juve që keni këtë dhe keni dhe këtë. Prandaj shikojeni se pa dashje me dashje ka ndodhur diçka që duhet zgjidhur. Flas për luanët. Kjo varet individ, pasa ku ka do fenomeni dhe kështu me radhë, po kjo ju e dini shumë mirë. Nuk dua të bëj reklam. Nuk është çështje reklame, është çështje dash bëj dash mos e bëni, bësi do e para sa më shtuaj. Unë duhet kam drejt të them. Sot është ditë e mirë, është ditë e Saturnit, ditë e shtunë. Se ditë e tjetër është tjetër gjë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me shigjetar duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë një shenjë toke, që ka të bëjnë me virgjëreshat.
Dy fjalë kam për Virgjëreshën. Takime bisedime, blerje dhe furnizim biznesi. Do më kujtoni, ato që do bleni këtë herë, është e shitur. Është mundësia, është rëndësia. Është ajo, të timing, është timing do thot momenti. Do thot ajo kohë që ndodh. Bëjeni që keni për të më kujtuar për gjëra që do ndodhin. Në çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me binjak dhe me shigjetar, kanë kohën, momentin e duhur. Do shkojmë tek kripa dhe piperi tani. Dashuria dhe mshuria. Kush janë këto? Nuk diskutohet, nuk e vën dyshim. Peshorja. Peshorja të marr riskun. Te nuk e din. Peshorja për të tretë bënamin. Kur vjen puna për veten e vet, lodhet shumë si ton asgjë. Këto janë peshoret. Po kush ua di? Lum ata që kanë peshoren në punë dhe mirë ata që s'ua din vlerën. Se peshoret do largohen në një mënyrë apo tjetrën. Por gjithsesi, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur çështje problematike. Koha ka treguar që fati do edhe me një sens. Sa vlerë ka një sens? Asgjë. Por do. Në dashuri, jeni pak fajtor, po ma rregulloni pak nesër. Nga dreka dhe mbas dite, mbas orës 14, sepse është një orë shumë e mirë, është një orë shumë pozitive dhe mjaft e mbarë në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me udhëtimet ose bashkëpunimet, ka ndikime fantastike. Shkojmë tek një shenjë uji tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft e mirë, besoj dëgjohem, sepse shohim këtu. Po. Duket se kanë të bëjnë shumë, që janë akripët. Për akripët duket se ka kohë dhe mundësi të arta për zgjidhjen e problematikave që keni pasur në fushën e karrierës, fushën e punës, por në dashuri ka të bëjnë shumë me virgjëresh dhe gafore, sidomos mbas dite. Shkojmë tek shenja radhës, janë shigjetarët. Për shigjetarët duket se kjo periudhë është periudha juaj, momenti që mund zgjidhni problematika të ndryshme dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe është koha e mirë për sa i përket punës dhe karrierës për të biseduar. Kafe pa sheqer, e kam thënë, sepse është më e freskët dhe gjithmonë freskon trurin dhe i jep mundësinë të përgjigjet në sekond, milisekond, jo në minutë. Në çështjet e dashurisë me gafore është ideale. Vijojmë tek shenja radhës që do thotë britsjapi. Për britsjapët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese. Fillimet janë rrënjësore sepse ndryshojnë gjithçka. Koha që ndikon në fushën e punës do lini këtë punë që keni edhe po mendoni të shkoni matan lumit, që të gjeni diçka atje, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, një periudhë fantastike, një kohë shumë e mirë dhe tërë pozitive në ndryshime të mëdha që mund të lidhen, dhe mundësitë që kanë të bëjnë dhe koha e duhur është mjaft e rëndësishme. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me virgjëresh të vënë para. Vijojmë tek shenja radhës janë ujorët. Ujorët e dashur, nëse doni të nisni diçka ose të filloni diçka të re, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket stabilizimit, jeni korrekt me ato çka bëni, me ekonominë dhe stabilizimin e saj, është një problem i vjetër, por zgjidhet sot mbas dite për ujorët, se ujorët e kanë mundësi pune, kurse në dashuri duket se është me akrep dhe me dem. Shkojmë tek shenja radhës, janë shenjës së peshqve. Për peshqit duket se sado që njerëzit flasin, sado që njerëzit bisedojnë, kontribojnë me farë mënyre për punën e tyre dhe të drejtën e tyre, por vjen momenti dhe koha shumë pozitive në lidhje me karrierë, në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me mundësitë e arta që kanë të bëjnë, mundësitë e arta që janë dhe koha gjënë, por është një moment e mjaft i mirë tani, sepse në kalimin e kohës, gjërat do jenë krejt ndryshe, por ditë e sotme është ditë takimi, sidomos lidhje që kanë bëjnë me virgjëresh, me shigjetar dhe me dem, është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 10 janar 2026. Pas të ndajmë bashkë, unë nuk e të edhe njëherë, për ju që interesoni për bashkimin të detajuar, pikërisht astrologopikale. Që shkoni atje, mund zgjidhni paketën tuaj dhe numër për katës të blerjes, jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për ju që doni që në kohën që
neve jemi pyetje përgjigje. Pikërisht të butonin këtu. Duke na bërë subscribe, ja, ky butoni këtu, dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt të përgjigjen. Por nuk dalemi këtu. Sepse keni një problem momental, si mund ta zgjidhni. Momental keni këtë butoni këtu. Është më i rëndësishmi momental këtë orë sonte. Tani, stafi Astrologu Pikal, direkt në kohën që juve bëni abonoheni këtu, pikërisht, membership, dhe jeni gati, ose në jashtë e dini gjuhën, se çdo të membership, join, si i thonë, se unë nuk di anglisht fakt, greqisht di unë, po. Dhe po ta shikoni, dhe atje pastaj direkt dërgohet mesazhi dhe në adresën tuaj. Kuptojnë se e drita që hape që bëni pagesat, bëni abonime, domethënë, abonimi do të jetë i lirë, që të jetë i mirë. E bëni atje dhe direkt pyetjen që bëni juve, direkt ju vjen në celular nëse jep në celularin, në email nëse jep në emailin, e kështu me radhë. Nga një rrepulla, miroj, një ditë të mbar, një të shtunë të mbar në çdo aspekt. Gjithë mirë.